Spari, një koalicion mes të vetëvendosjes dhe PDK-s është një interes shumë i madh i PDK-s dhe është një fuqie e madhe e vetëvendosjes për shkakun që një koalicion i tillë do ta thjesht fundoste vetëvendosjen. Në ndërkohë që PDK-n do ta kthente në një po mendoj në një pikë më favoruese apo dhe mundësi që në zgjedhjet e ardhshme ta merr pushtetin ta ketë ajo kryeministrin dhe të jetë në pushtet të plotë. Pse vetëvendosjen do ta fundoste? Pse nuk do të ndikonte pozitivisht tek vetëvendosja kjo lëvizje nëse do të ndodhë? Për shumë arsye. Po e para që PDK është një parti më dinamike, më energjike, më strukturuar, ka një tradit në pushtet, në 2 dekadat e fundit, dhe ajo në ndërkohë që po mendoj kështu që do ta zhbënte vetëvendosjen. Në anën tjetër, në vetvete, në ndërtimin e saj strukturor, vetëvendosja ka një kontradikcion. Derisa udhëheqësia e saj është një udhëheqësi që buron nga mendësia LPK-iste, ateiste, ka elektorati i saj janë votues të saj janë kryesisht njerëz që kanë qenë votues të LDK-s, që është e kundërta e kësaj. Dhe derisa vetëvendosja ka kundërshtuar PDK-n, e madje ka kundërshtuar edhe më zëshëm se sa leadershipi i LDK-s, kjo ka bërë që një pjesë e madhe e elektoratit të LDK-s ta identifikojnë që është Albin Kurti, ai që ndjek rrugën e Rrugovës më shumë se sa Isa Mustafa, i cili po e tradhton traditën rrugoviane, dhe kësaj elektorati ka përcyer në anën e vetëvendosjes dhe prandaj ka fituar mbi 50% në zgjedhjet e kaluara dhe se 42% në këto zgjedhje, kur ka vërejtur që nuk është bashkë kjo çfarë ka menduar fillimisht. Do ta inkuadrojmë në këtë temë, do ta inkuadrojmë në prit pak të unë, ta them argumentin këtu që tash në ndërprejnë në momentin krucial. Kemi shumë dinamik zotëri Spaju, kemi edhe lidhje të tjera që po na presin të inkuadrojmë. Po vazhdone. Nuk mund të shpjegoj me parolla çështje që janë më të komplikuara, që do të ta zbërthej një gjë, që është shumë e rëndësishme. Edhe në momentin krucial të argumentimit më ndërpret. Vazhdoni, po ju dëgjoj. Ndërkohë, nëse vetëvendosja do të bënte koalicion me PDK-n, atëherë gjithë ky elektorat i mashtruar, i cili në Albin Kurtin shite pasardhësin e Rrugovës më shumë se sa në Isa Mustafën, thjesht i kthehet LDK-s. Dhe kjo vetëvendosja pastaj do ta ketë problem me e kalu pragun. Tash ne do të shohim nëse Albin Kurti vërtet do ta merr këtë vendim apo jo, për të futur në koalicion me PDK-n, por ai mund ta kullos një mandat, domethënë me PDK-n deri diku, ndoshta edhe ju deri në fund, dhe në ndërkohë dhe më pas do të përshëndetet me jetën politike në vend. Sepse do të jetë një parti e cila do të luftoj për pragun dhe jo një parti e cila do të luftoj më për pushtet pas kësaj. Sepse kur elektorati i kthehet LDK-s, atëherë LDK do të jetë një parti e madhe dhe ndoshta në zgjedhjet e ardhshme LDK do të jetë ai që do të fitojë zgjedhjet. E kemi për këtë temë edhe Elena Ukën, e cila pak më parë ka pasur një status goxha të ashpër që pse PDK nuk duhet të bëj koalicion me vetëvendosjen. Elena, po më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Uroj që ti nuk je nervoz, edhe ti prite pak, kështu që mirë kuptim pak nga të gjitha palët. Elena, nuk po e lexoj statusin me që se të kemi në lidhje dhe po ta vë fjalën për ta shpjeguar pikërisht atë që ke shkruar. Pse nuk duhet të ndodhë ky koalicion?
Sepse atëherë PDK-ja del që ka rrajtë tonë kohën gjatë fushatës dhe 4 vite gjatë kohës që ka qenë opozit. Në qoftë se Albin Kurti është autokrat, si na kanë thënë këta, dhe fatkeqësia e Kosovës, atëherë si mund është me bë koalicion me një njeri të tillë? Shto këtu faktin që këta po e harrojnë që Enver Hoxhaj për 4 vite me radhë, gjatë kohës që ka qenë opozit, e këtu në televizor dilke dhe u përlëshke kishe për Hashim Thaçin, asë një lëvizje nuk e ka pas, asë një deklarat nuk e ka pas në kuvend, asë një nisë nuk e ka pas në kuvend. Dhe tash, demet, për njeriun që i ka thonë Hashim Thaçit, shko Hashim në Hag, me ba me ta, me kanë me ba Jakub Nura më ullë me Dimal Bashën e Krakin, me bisedu qka? Kështu që për mu është kjo i bie sikur në tërsi e kanë rajt elektoratin e vetë, që demek Albin Kurti qenë ka ose ke rajt ose në fakt është fatkeqësia, dhe në qoftë se është fatkeqësia, atëherë ti duhesh me bë çmos si parti, që PDK-ja është një parti serioze, PDK-ja duhet me mendu edhe për atë 42% që e ka votu Albin Kurtin, që kështu në këtë formë nuk shkohet, politika nuk bëhet në këtë formë, qeverisja nuk bëhet në këtë formë. Albin Kurti do veç me marë pjesë në pushtet, nuk do me qeveris. I do privilegjet, i pëlqenjë privilegjet, të gjitha akuzat që të gjitha ato akuza gjatë 15 vite në opozit, që i ka akuzu partit tjera, ky vet i ka ato, këtu vet ky i don ato, këtu vet ky i ka mendu. Dhe kjo është dhe mirësjellja, edukata, se si sillet PDK-ja, është për të thënë me zbuti, është unë jam jashtëzakonisht e dëshpëruar. Po, përshë që je shumë e mlefosur me PDK-n apo jo, dhe pse mendon që erdhi në këtë moment kjo deklarat? A mendon që mund të ketë pasur ndonjë bisedë të fshehur për këtë koalicion të mundshëm, Elena? Edhe vetë ideja, edhe vetë diskutimi me bën koalicion me LVV-n, edhe në kryesi në brenda, edhe vetë ideja duhet me qenë absurde për PDK-n. Nuk është e papranueshme. 40.000 njerëz në Drenicë ju ndalë dhe e kanë votu PDK-n. Çka më u thonë njerëzve të Drenicës? Shembull, vetëm ata po i marr, vendasit e me. Që ne po bëjmë koalicion me Albin Kurtina, përsa koha i ty ta ka thirrë Kadri Veselin kriminal, Hashim Thaçin tradhtor, fatkeqësia nuk kalon gjapa ballë. Dhe kjo është më rëndësi për PDK-n, që PDK-ja duhet me pas një vizion se ku po don me qu Kosovën, ku po don me qu shoqërinë e Kosovës, se me Albin Kurtin ne kemi me najt qëtë në qëtë vend ku ne i etiketojmë njerëzit, i denigrojmë njerëzit dhe nuk folim asgjë parimore. Albin Kurti do me shkuna për seminare, do me shkuna për filharmonia, e do këtë farë high society, jetën i pëlqen kjo, se vuan nga kjo kompleks, që me qeni rëndësishëm, që ka diçka me thonë të rëndësishme. Dhe për mu, po... Jo, desha ta inkuadroj edhe zotrin Spahiu në këtë që tha, do të marrë një këndvështrim të ti që a eshe të rati nëse PDK-ja do të bënte një koalicion me lëvizje me vendosje, me vetëvendosjen. Shko, unë e thashtë të qarpata për thënë, nuk dëshiroj të kyqem në një biset ka shtullet. Pse ullë, zotrin Spahiu, po, pse ullë? Nuk është të në vetë. Që ti da me luftu në Shqipnin, në qofë të bombë. është me kjo... Zonja është komplet e pa dishme. Do më thënë nuk dëshironi ta komentoni këtë deklarat, me sa po kuptoj, në rregull. Tjere është dashme më të regu se me kanë... E vazhdojna, zotrin Spahiu, e vazhdojnë me ty, e vazhdojnë për momentin me ju e linjën direkte. Po, Elena, më prit vetëm pakës, të lutëm. Më prit vetëm pakës. Zotrin Spahiu, pse ju mendoni që kjo deklarat erdhi në moment? A besoni që mund të ketë diçka konkrete apo jo? Apo vetëm mund të jetë një deklarat base që është dhënë? Shko, dhe mund të ketë ka zërën brenda vetëvendosjes të cilët të insistojnë që të ketë një koalicion të tillë. Ka zërën, sepse ka një numër i disa aktivistëve të vetëvendosjes që kanë qenë aktivistë PDK-s dhe ta zemra ju ra prap atje në origjinë dhe kësaj ata janë mësuar ose kanë ngel anash në një mënyrë nga kjo qeverisja e Albin Kurtit dhe tash
dëshojnë të kyqen aty në këtë kombinim vetëvendosje PDK që të arrijnë edhe mundësit më të mëdha të korrupsionit e tjera, dhe prandaj thjesht kanë ekzistuar këto zëra gjithmonë. Tash, deri më tani Albin Kurti ka kundërshtuar një koalicion të tillë, nëse ai do t'i dorëzohet këtyre kërkesave, mbetet për të parë.